Në emër të UN Women, që uroj mirëseardhje, por në të njëjtën kohë edhe të hapim këtë trajnim për ekonominë e përkujdesit. Ne gjetëm disa statistika edhe i interpretuam ato. Gjatë trimërorit të tretë vitit 2022, 16.8% e popullsisë jo aktive, nga 15 deri 64 vjeç, kryenin detyra shtëpiake. Në këtë trajnim vura re një iniciativë të të gjithë pjesëmarrësve për të marrë informacionin jo vetëm në aspekt individual, por për ta shpërndarë këtë informacion në shoqëri dhe për të qenë agent ndryshimi për më tutje. Trajnimi mbi ekonominë e përkujdesit ishte një eksperiencë mjaft të veçantë dhe unike për mua. Trajnerët ishin ata që e bën më të thjeshtë, më të kuptueshme dhe më praktike këtë temë.